Miq të dashur të Ora 24.tv, përshëndetje. Jemi edhe në një podium ku besoj që edhe sot kemi një nga intervistat më dinamike, por edhe më interesante për shkak të edhe të zhvillimeve më të fundit politike që ndodhin në vend dhe kam dërin që të kemi mysafir përsëri zotëria Adnan Azizin, deputet i Vlen dhe mund ta quajmë zotëria Azizi ende ish shefi shtabit zgjedhor të koalicionit Vlen. Përshëndetje gjithëve, si doni na quani, unë jam këtu për të prezantuar Vlenin dhe normal politikat e Vlenit. Zotëria Azizi, tash jeni deputet, mirë po ashtu normal fliteni, po edhe llogariteni si një nga figurat kyçe të Vlenit. Atëherë, prandaj do të marr për sipër dhe t'ju pyes direkt se çfarë po ndodh me Vlenin dhe apo mundet Vlenit të qeverisë ashtu siç u premtoi qytetarëve. Vleni po shndrohet në një projekt shumë të suksesshëm dhe një subjekt i konsoliduar i shqiptarëve, shkon drejt finalizimit të procesit dhe ne si Lëvizja Besa prej fillimi kemi qenë që të bëhet diçka tamam si duhet me gjitha nishanët dhe duke përfshirë gjithë komponentat për të qenë një subjekt i suksesshëm dhe për të mbrojtë politikat dhe kërkesat e shqiptarëve në mënyrë dinjitoze. Grupet e punës po punojnë vazhdimisht për statutin, për programin dhe për formën e organizimit se si do të duket Vlen në të ardhmen. Përgjithësi, edhe në menaxhimin e pushtetit lokal ne jemi shembull, në gjitha komunat që kemi menaxhuar të kaluarën edhe tash, po edhe në pushtetin qendror ne po bëjmë hapa konkrete në zgjidhjen e çështjeve të cilët BDI i kish lënë ose përgjithës ose i kish lënë të hapura ose fare nuk i kish nis, por kish bërë vetëm se agjitim dhe propagandë politike gjatë periudhës 20 vjeçare. Rreth ndodhive brenda Vlenit do të flasim pak më detajisht, por njëherë dua 2-3 çështje më të thellësishme. A ka ndikim në menaxhimin ose në udhëheqjen e pushtetit Vlen, sepse të paktën duke u referuar nga akuzat që i bën opozita, por edhe ajo që tashmë është kriju si bindje tek qytetarët pas që flasim, domethënë gjithmonë qytetarët, që Vlen është e pafuqishme. Vlen nuk ka fuqi që të marrë vendime dhe të orientojë politikat e shtetit. Absolutisht kjo në sensin dhe në drejtimin e propagandës. Gjatë gjithë kësaj periudhe që BDI ishte në pushtet, do të thotë arriti të bëj vetëm një diçka. Do të thotë të krijoj para nëpërmjet bizneseve dhe tenderimeve që kishin ndodhur në mënyrë të paligjshme dhe pazareve që i kishte bërë me partnerët e koalicionit për të krijuar rrjet dhe infrastrukturë të propagandës dhe për të mbuluar dështimet e veta gjatë qeverisjes. Dhe është e kundërta, Vleni do të thotë nuk ka toleruar si në kohën e BDI-s që të ndodh asnjë skandal korruptiv, të ndodhin proceset montuara aq më tepër të vriten apo të tërhiqen zvarr shqiptarët. Nuk besoj që edhe ju e pranoni këtë fakt, ndërsa BDI me gjithat bagazh të luftës së 2001-shit, gjithë ato vota që i kishte dhe numra që mund të ta kushtëzonte partnerin e koalicionit, tani mbasardhjes tonë në pushtet po zbulohet se asnjë çështje të rëndësishme nuk e ka përmbyll gjatë gjithë asaj periudhe dekadore, domethënë, apo të stërzgjatur në pushtet. Me ardhjen tonë në pushtet, po vudel mbarja ose si të thom turpi për mejdani dhe çdo denoncim që e bëjnë kinse po u merren të drejtat e shqiptarëve është pasojë e mos realizimit ose lënjes përgjithëse të çdo procesi që e kanë nisë dhe nuk e kanë përfunduar, pasi që fokusi i atine brenga atine ishte se si të pasurohen, si të rregullojnë familjarët e vet, si të krijojnë perandori biznesi dhe të ndërtojnë atë kastën e oligarkëve për rreth që të mbjetojnë sa më gjatë në politikë. Po erdhi Vleni dhe i prishi këto matematika. Tash nëse unë mund ta qem kështu, po krekosjen e zotit Fillkot, pra ministrit të drejtësisë rreth zbatimit të ligjit për gjuhët, por dhe sidomos të ligjit për provimin e jurisprudencës. Në rregull, ajo që është në ligj mund të interpretohet në forma ndryshe, mirë po qasja e një ministri ndaj një koalicioni siç është Vlen, jep të drejtë që edhe mendojnë qytetarët për ato se sa ka Vlen pushtetin qeveri. Unë po të flas me plot kompetencë dhe me plot garancion.
çdo e drejtë e shqiptarëve do të realizohet në mandatin ton dhe nuk ka të drejtë që mund ta cenoj dikush, qoftë Fillkof ose kushdo që tjetë nga ministrat. Po ne jemi në kërkim të zgjidhjes mbi baza ligjore, duke i rumbullaksu çështjet me ligj, me kushtetut dhe jo si të kaluarën me një vendim teknik apo politik dhe sa herë që i kujtohet një X ministri për motive të ndryshme të kontestoj ose të interpretoj një ligj. Ne po mbillim çështjet më me rëndësi që mos ketë hapësirë për interpretime kush si do. Pasi që drejtësia në Maqedoni çalon edhe nga do fakte të pamohueshme. Është e vjetruar, ke ligje të cilët janë konfuze, një ta lejon një të drejtë, tjetri ta mohon, dhe pastaj varësisht për disponimeve politike, secili e bën interpretimin e vet, ashtu siç është duke i bë BD. Kur ishte në pushtet, nuk i zgjidhi dhe interpretoi të ashtu si i lëvërdiste në atë periudhë dhe tani kur në opozit hinë dhe i konteston çështjet të cilët i kalon të kontestueshme vetvetiu apo ata vet dhe në fakt i kanë hesh gjatë periudhës që ishin në qeveri. Ne po themi ashtu siç kemi demonstruar që buxheti për financimin e komunave u nda për herë të parë. Shqiptarët marrën hise në mënyrë të barabartë për kokë banori. 83 milion euro shkuan në komunat shqiptare. Ashtu si që ndanë shuma maramendse 40 milion euro për kampusin Nën Tereza. Po ashtu ndanë mjete 70 milion euro për spitalin e Tetovës. Ndanë mjete për kanalizimin ati nga vin lideri historik i BD-s që për 20 vite se kishbo për Zajazin. U rritën pagat në arsim, u rritën pensionet dhe ne pasardhjes tonë po realizojmë projektin me rëndësi strategjike për shqiptarët koridorin 8, i cili 12 vite 2 kilometre nuk ishte bë. Do t'i flasim këto për koridoret krejt Merind. Do të flasim edhe për projekte tjera. Do të realizohet edhe rruga Shkup-Blac, edhe koridori 8, do të realizohet do i flasim çështje tema kështu konkrete. Koridoret edhe këto sendet. Dua të mbesim edhe pak te Vleni që ta mbyllim me këtë përbërje. Për këtë se s'ta ka ndikim dhe jo Vleni në qeveri, ndikon edhe ajo që kishte shumë përçarje brenda një afati shkurtër. Për 2 vite në qeveri ishte disa aleanca për brenda u shpërbën ose u larguan ose u përçan. Pastaj kishim edhe largimet figurave tjera që ikën, por kishte edhe prurë tjera. Si ka ndikuar gjitha këto dhe pastaj ta bëj edhe pyetjen e fundit për Vlenin dhe kalojmë te çështjet më. Tani ajo që e mba të bashkuar Vlenin me FI është ajo kauza e përbashkët. Mbrojtja e interesave të shqiptarëve. Mendime ndryshe në ndaljen e pozicioneve digastereve, ku ta di çfarë mund edhe të kish pas, edhe të kish pas edhe përplasje, po ajo që na mba bashkë përsëri thomë interesi i përgjithshëm dhe gjithmonë ajo e interesit përgjithshëm do të dominoj për brenda Vlenit për të i kalu to sendet tjera që janë teknike ose shumë pak të rëndësishme në krahasim me interesat madhore që i kanë shqiptarët. Jemi të fokusuar që të ndërtojmë një subjekt i cili do të eliminoj edhe këto ta quajmë nëse ka pas hatërmbetje ose zanka, shkojmë drejt finalizimit të këtij procesi dhe të bëjmë një subjekt funksional, mirë dhe bukur të organizuar, që do të jetë edhe më efikas në qeverisje dhe do të mbroj pa kompromis të drejtat dhe do të luftoj për realizimin e atyre të drejtave të shqiptarëve. Kur do të mbyllet çështja e Vlenit? Di pse, me plot përgjithësi mund ta them se njëra prej arsyeve që shumica e qytetarëve me të cilat flasim e arsyetojnë në fakt atë mospëlqimin e Vlenit, do ta them kështu, është se nuk ke kujt i drejtohesh. Shkonte njëri thotë të adreson të tjetëri, shkon të tjetëri kështu me radhë. Dhe kjo i hangri gati se 2 vite. Dhe prandaj ndoshta krijohet ky mosbesim te qytetarët. Është dhënë një datë 9 maj ku më gjithçka do të jetë, ku do të mbahet ai kongresi i parë themelues. A do të jetë ky fundi i gjithë këtyre polemikave dhe të fillojë me të vërtetë ajo ashtu siç duhet? Tani mon Vlen më janë hekuros të gjitha ato dilemat që kanë qenë dhe shkohet drejt
epilogut përfundimtar. Do të ka një marrëveshje për udhëheqësinë e Vlenit që do të jetë me bashkëkrijetar me nënshkrime të lidhura dhe me kompetenca të barabarta. Do të ketë një sekretar general dhe do të ketë dinën krijetar, do të ketë edhe sekretariate normal që do të përmbushin gjithat strukturën organizative të Vlenit, dhe pas mbajtjes së kongresit do të niset edhe themelimi i strukturave bazë që nënkupton në ndegët e Vlenit. Nuk na shpejtohet, jemi në proces të mbarë. Jo, s'ka pse juve të shpejtohet, u thos qytetarët që kërkojnë zgjidhje tash për juve. Edhe BTI-s nuk i shpejtohet hyen qeverisë që shoh. Nëse e marrim në atë prizëm. Jo, edhe kështu do me thënë si ka qenë Vleni, ka qenë koeziv, ka funksionu, punët i ka hecë, dhe unë po të pak para sa të fola me argumente se Vleni, jo që është me ndikim, por denjësisht po merr hisën e shqiptarëve dhe po mbron interesat shqiptare. Të fola edhe me numra qëllimisht që ti argumentojmë, dhe krejt këto propagandën është për të krijuar një perceptim të gabuar kinse Vleni jo i padukshëm, nuk ka ndikim në qeveri, dhe gjithë ajo për të krijuar si të thëmë, argumentin tek qytetarët që do duhet të kthehet BDI pasi që në kohën e BDI-s kinse ishim më mirë. Por realiteti flet krejt ndryshe. Atë tjetë pjesë e Vlenit, Fatmir Limani dhe Armen Fetaj. Dhe pastaj edhe në pyetja tjetër është si e komentoni paraqitjen tashmë të shpesht zotit Limani me krijon e BDI-s, zotin Ahmet. Nuk e di, ajo ka qenë pjesa më, unë nisëm nga përgjigja prej nga fundi, do me thonë gjithë ato biseda që kemi zhvilluar me Fatmirin, ka qenë se unë kam vetëm një kusht, takim bashkëpunim me Ali Ahmetin në asnjë mënyrë, momentin që kuptoj se dikush nga krerët televizjes Besa ka një kontakt me Ali Ahmetin, unë do të dalë kundër edhe do të largohem prej lëvizjes Besa. Kjo ndryshim 180 shkallësh, nuk e di se për çfarë motive ka ndodhur, unë ka një kohë gjatë dhe nuk komunikoj, dhe këtë vardisjen edhe tek Aliu, këto lëvizjet, do me thënë në Shqipëri, edhe komunikimin me personat cilët më një çfarë mënyre kanë qenë oponent tanë edhe gjithmonë e kanë zhvilluar atë betejën politike për të adopsu dhe për të spostu Vlenin, normal që do të shojnë drejt një vendimi konkret në atë që pritët të ndodhë në unifikimin e Vlenit dhe në kongresin e Vlenit. Më thotë që nuk do të jetë zoti Limani pjesë e Vlenit? Po tash unë mendoj që nëse do të përfundimisht nuk do të jetë, nuk thon se edhe tjera ka zonë ka lider krerë të Vlenit që nuk do të jetë, po a është siç është e përfundimtare? Do të japën verdiktin ose gjykimin dhe vendimin organet kompetente se kush do të jetë dhe kush a priori unë nuk mund të them se do jetë ky ose nuk do jetë, se nesër mund të më jem edhe unë. Për çfarë arsye? Po shembull, vlerësojnë organet kompetente, vendimmarrëse, se në këtë periudhë duhet vi frymë e re, duhet vinë gjenerata e re, ne një çik jemi të konsumum, edhe mund të edhe në vendin tim të hapun kraun edhe të vini person i pa konsumum, ma i shkollum, ma energjik, ma i rin, mosh, dhe unë mendoj se asgjë tragjike nuk ka merita dhe ka qenë njëri nga faktorët kyç për arritjen e Vlenit deri këtu ku është, edhe rreth parë për pjesëmarrjen e qeverisë, por edhe për të arritur deri këtu ku është zoti Limani. Po, cili është perceptimi nga kjo prizë? Nuk duhet lishohem në këtë bisedë se kush sa merita ka, sa faktor është, flasin numra në teren. Tash të cili kur flet për vetëm flet me superlativ, po janë qytetarët ato që ta hapën tamam vlerësimin në proceset zgjedhore. Fatmiri ka dalë në proces zgjedhor, janë rezultatet, sa ka marrë opozita para se të dalë Fatmiri vota në Kërçov, dhe sa ka marrë Fatmiri me gjithat mbështetje, do me thënë si minister, me gjithat të drejtorim, me gjithat të punësime, gati 50% që janë të përfshim në punësimet që i ka pas Vleni, edhe, do me thënë, në fund doli ashtu si doli. Po, si do qoftë,
Mos na humbim shumë kohën me këtë pjesë, se kemi shumë tema më me rëndësi për trajtuar. Shkojmë te temat më rëndësishme. Dhe shkojmë si zakonisht mediave, po edhe qytetarëve interesojnë ato tema për cilat ngrihet plur në opinion. Një nga temat e fundit është pra dua ta t'japim kështu një përshkrim kalimthi, çështja e ansamblit muzikor në Tetov. Çka po ndodh me ato? Po shkohet drejt mbylljes ose ka përsëri diçka tjetër? Se akuzat janë që po shkohet drejt mbylljes. Me fik, do me thonë edhe kjo është në katalogun e BDI-s për shpifje, mashtrim edhe propagandë të rejshme. Dhe në rast se këtu ka dikush faj që e la përgjithshëm ansamblin e Tetovës është pikërisht BDI, që kishte 23 pëlqime për punësim dhe i la ato personat ato punësime të parealizuara. Përveç se di persona që ishin të lidhur ngusht me BDI-n dhe figurojnë, dhe mund t'i lumtoni kush janë ato persona, që ishin militant BDI-s, u kujdes vetëm për ata dhe jo për ansamblin. Dhe unë po ju them edhe një herë që nuk mbillët ansambli, po për kundrazi, do të punësohen dhe aplikimet nga Ministria e Kulturës janë presën pëlqimin e Ministrisë Financave, ansambli do të vihet në funksion, dhe edhe njerë po vë thëmë 100% që s'ka kush e mshel ansamblin. Ka pas ati një publikim të ministrit i cili ka bo një paraqitje ose një tregoj gjendjen faktike të jo veç të ansamblit, edhe 10 institucioneve tjera, të cilët nuk funksionojnë ashtu si duhet për shkak se ma shumë fokusi është në këto institucione kulturore të banë punësime të stilit partijak, se sa të profilit profesional. Dhe pastaj qalojmë në krijimin e vlerave të kulturës, ngritjes kulturës, emancipimit kulturor. Dhe ideja ministrit është që ati ku s'ka administrat, bashkon administratat që të ketë hapësirë më shumë për punësime profesionale dhe efektuim, do me thënë, të krijimit të politikave kulturore emancipuse në institucionet e kulturës. Çështje tjera, se dua për periudhën, për orën e caktuar që e kemi, të arrim të trajtojmë gjithë çështjet. Çështje tjetër që është tepër interesant është edhe informacioni që doli, informacioni i faktuar, i dokumentuar për punësimin e ish kandidatit për kryetar komunët, pra Haqim Ramadani, nga Vlen tashmë prejnë në komunën e Bërvenisë, nëse nuk gaboj, si nga 3 komunat në komunën e Çajirit. Si e komentoni këtë? Jeni njëri nga figurat kyçet Vleni dhe besoj që fjala e ka peshë për me fik, do të detiron për shkak se është e dhimbshme, do me thënë, këtë kontaminimin që po e bën BDI-ja dhe këtë helmin edhe po krijon një lloj atmosfere të paparët si deri më tash. Haqim Ramadani është një profesionist i furnizimeve publike që ka edhe stash bukur të gjatë në komunë, në veprimtarinë e vet, dhe normal një person i atill që është kompetent mund të bëjë edhe një kontratë bile, të them të drejtën, ne kemi lutë vije si kuadër profesionistë edhe në komunën e Tetovës. Po ka zgjedhur të shkojë në komunën e Çajirit. Tani nuk po bëhet propagandë për gjithë ato militantë BDI-s, funksionarët BDI-s, përveç që kanë ushtruar funksione, i kanë shu gjithë familjarët, bashkëshortet e veta, nipnit, motrat, hallat, tezët, në për institucione që kanë marrë ka 1.000, ka 2.000 euro, plus kanë ndërtu perandori të resorteve, të qendrave tregtare, të vikend shtëpizave, me miliona, tash na qenë ka problem një njeri që ka mbaru shkollë, një familjar për të marrë një rok 1.000 euro. Unë nuk se di, kjo çorëditje do me thonë neve për në ndodhë. Se pleni një komunë tjetër, a kryen shërbime për komunën e Çajirit, edhe në pyetje tjetër është, nëse është profesionista, ka kontrata edhe me komuna tjera? Pa tjetër që kryen shërbime, do me thonë, çështja e furnizimeve është problem jo vetëm në për komuna, gjithë institucionet shumë pak ke kuadër të licencum dhe profesional që mund t'i japin ato shërbime. Prandaj edhe ne kemi lip që të vinë komunat tona në Tetov, normal është edhe ajo linja partijake që i takon LD-s, edhe kryetari LD-s udhëheq edhe me komunën edhe një kuadër i tillë profesionale ka kërku që t'i jep shërbim ose ta suportojnë gjithë punën e vetë dhe asnjë gjë të keqe s'ka. Ne nuk e di tani
këtë lloj kampanje negative dhe këtë kulturë të propagandës së errët përbaltjes njerëzve, unë mendoj që sendi më i keq që po imponon BDI në shoqërinë shqiptare dhe në disa raste bim edhe viktima edhe gjithë ne, duke komentu budallallëqe të tipit për ditë ka një shpifje, për ditë ka një propagandë, për ditë ka një mashtrim, edhe hajde do të merrem gjithë kreu i politikës për t'i trajtu mashtrimet, renat, propagandat e BDI-s. Në fakt, bota është shumë dinamike, ndodhin shumë zhvillime në botë, kemi lënë, në fakt BDI ka lënë shumë temat pas zgjidhura dhe ne jemi të fokusuar për t'i zgjidhur ato çështje dhe ato probleme dhe nuk duhet merrem me shpifjet e BDI-s. A do të thotë që po ju mund aspektin e propagandës BDI-a? Shif, në qoftë se ka diku që jap dorën. Jo, do më thonë, se shive, tash nuk është bash propagandë se zotëria merr rroga atje, dhe kjo është fakt. Tash se si e menaxhon ajo është çështje tjetër, edhe kërkush nuk e mohon. Pastaj ajo që arsyeton juve që është ekspert, profesionist i fushës, është krejt diçka tjetër. Mirë po, në atë aspektin që mund krijoj ngjarje, do të thonë, çështje për asgjë hiç, a ka kap si pikë të dobët vlenit, si mos organizim, ose ku mendoni se qëndron? Do me thënë, në rast se ka diku që dorën zemër unë jap dorën BDI-s është çështja e propagandës. E kanë trashikim pi xhaxhit në verë, e kanë me tapi, do me thënë, atë propagandën e kuqe, buron nga ideologjia atine, që çdo send që bën kundërshtari është e keqe. Dhe çdo tradhti dhe mbashtrim që e bëjmë ne është diçka super e mirë dhe gjithë ajo periudhë formimit atine intelektual është i fokusuar në këtë drejtim për të përballë kundërshtarët dhe për t'i arsyetuar edhe tradhtiat, edhe mbashtrimet, edhe rrenat, edhe dështimet e veta. Kjo është çështje pak më e thellë, nuk është çështje momentale, nuk buron nga momenti, është nga formimi ideologjik, nga vinë ato, çfarë orientimi, çfarë profili, çfarë koncepti kanë të zhvillimit të vetin politik, dhe në përgjithësi ato gjatë gjithë jetës e kanë ushtru këtë lloj profesioni. Kur jemi tash te punësimet, ta vazhdojmë këtë si çështje ta trajtojmë edhe pak. Si qëndroni me punësimet edhe me avancimet që tuaj janë premtuar qytetarëve? Kishit deri para 5-6 muajve kishit përgjegjësi vetëm për pushtetin qendror. Tashmë keni thuaj se një pushtet shumë më të madh edhe në pushtetin lokal. A arrini të plotësoni kërkesat e të gjithë qytetarëve, duke marrë parasysh se edhe çësia e nuk është shumë e kënaqur. Edhe për këtë, ja pikë prej këtu i sfidoj. Ne të zgjedh BDI cilën periudhë ka pas më të ndritur në qeverisjen e vet. Dhe të zgjedh vitin më të suksesshëm, edhe do ballafaqohemi dhe do dalëm ballë për ballë me fakte, me argumente. Cilën vit BDI ka bë 2500 punësime sa ka bë vleni gjatë periudhës që ka menaxhu, do me thënë, me pushtetin qendror. Thonë që janë bë 2500 punësime. Po, edhe ka edhe shumë avancime dhe vazhdojnë përsëri edhe avancimet edhe punësimet. Në cilët sektor nëse keni, tash kuptohet nëse i keni ato statistika, po edhe avancime në cilët sektor? Janë bë punësime, do me thënë, shumë në për spitale, që kanë mungu, ju e dini se çështja më e ndihshme edhe ndoshta edhe arsyeja kryesore që shqiptarët janë largu, apo qytetarët nga Maqedonia është çështja e spitaleve dhe shëndetësisë. Pjesa e shëndetësisë, po. Thënë, ne kemi punësu qindra specializant, personel, mjek, motra medicinale, profil të ndryshëm në për spitale. Kjo është sektori që më shumë të janë bë punësime, janë bë gati në gjitha sektorët. Por, duke si të thëmë, u dhanë rëndësi sektoreve të cilët janë me prioritet, si që është shëndetësia, arsimi dhe kështu me radhë. Në rregull, ajo që si pyetje më konkrete do edhe më shumë statistika dhe analizë, edhe enti për punësim aty, ne përse si muzeum do ta trajtojmë të shohim gjitha gjanat, po vazhdojmë te çështjet tjera që janë aktuale. Çështja më aktuale dhe që është më e diskutueshme prej kur vlen është në pushtet, por edhe prej kur BDI-u zgjuat nga i gjumi 2 vjeçar në opozitë, është çështja e përdorimit të gjuhës shqipe, ligji për gjuhët, edhe kështu me radhë. Ju dje kishit një postim, i cili kishte reagime të ashpra sidomos nga përfaqësuesit e BDI-s, rreth asaj se sa institucionet e qeverisë, pra institucionet qendrore përdorin gjuhën shqipe.
Pse ajo statistikë me 0% tek institucionet qeveritare? Tani, A u dhënë dokument gabuar, ose po është ai realisht? jo, me fi, do të thotë, postimi im ishte në drejtim të asaj se për çdo ditë ke pas paraqitje në parlament apo se po shkelet gjua shqipe. Dhe unë va tregova me fakte, duke i referu gazetës zyrtare se 100% po zbatohet gjua shqipe në parlament. Për të va demantu rrenat në opinion, ato e din. E tani, ka edhe momente për shkak se janë komisionet, në moment nuk ka arrit përkthimi, një seanca, sa ka përfundu komisioni një seanca, kanë intervenu deputetët për t'i kërku materialet në gjuhën shqipe dhe janë plotësu. Dhe nga ki moment që në moment së është e përkthime, ato kanë kriju çështje që janë qesharake. E tash, kush ka manipulu, e ka keq përdor dhe e ka shit gjuhën shqipe, më shumë se BDI që e ka keq përdor rastin, për interesat tjera, unë kam një material këtu edhe do t'a kësha lutë regjin që t'a regjistroj, dhe ne kemi për të lishu materiale. Pastaj do të jap edhe komentin tim. Ja. Ma do të lëshojt, Zari, nëse është material me zë, apo fotografi? Është material me zë, apo vetëm pak. Kur thoni që... Një sekund. Në rregull, po e presim nëse është diçka që ju... Është shumë e rëndësi. Shumë e rëndësi këtë pjesë ta ndëgjoj opinioni. Është deklaratet në njëri për funksionerëve aktual të Vlenit, të Bashkimit Demokratik për Integrim, ose të një partije tjetër? Po. Një sekund, keni durim vetëm pak. Po të këshim qënë televizion, dhe lishoshim marketing dhe. Ama në rregull, se presim nuk... Problemi anashkalimit të gjuhës shqipe në për institucionet shtetërore nuk do të zgjidhet as brenda këtij mandati të qeverisë VMRO, DPMN dhe BDI. Kreu i Partisë Shqiptare në pushtet Ali Ahmeti i pyetur nga Elsat më rreth interpretimeve ndryshe të çështjes së gjuhës nga partnerët e koalicionit, tha se zgjidhja e këtij problemi mund të pasojë në mandatin e ardhshëm, pasi siç u shpreh ai, ky nuk ka qenë fokusi kryesor gjatë këtij mandati qeverisës. Sipas Ahmetit, çështja e gjuhës është proces për të cilin duhet kohë dhe durim. Ndërkaq Ahmeti tha se fokusi i partisë së tij gjatë këtij mandati ka qenë arritja e marrëveshjes për interpretimin autentik të ligjit për amnisti, pasi siç u shpreh bashkë me shokët e tij, ka qenë personalisht i prekur nga kjo çështje. Mu më duhet të them shqiptarëve të hapur dhe shumë sinqerisht, prioritet në këtë mandat ka qenë çështja e amnistisë. Sepse amnestia ka qenë një nga problemet të cilet më ka preokupuar mua personalisht dhe shumë personalitetet të jetës publike dhe politike në vend. Sepse ishte një problem që mund të shkaktonte edhe tensione, edhe pakanaçi dhe mund të vinte deri tek një thellim hendekun mes dy komuniteteve të mëdha. Kjo duhet të asërojmë shikuesve tonë. Domethënë, për cilën periudhë kohore bëhet fjalë? Kjo është në korrik të vitit 2012. Do thotë BDI po hin mandatin e tretë, mbas 10 vite, 11 vite që ka ardhur në pushtet. Tani më lejoni që ta komentoj deklaratën e kryetarit BDI-s. Prapë flasim për para 12-13 viteve. Po. Do të thotë ai po e nis mandatin me komentin se gjua shqipe do të postohet se kemi një çështje me rëndësi, interpretimin e amnestisë dhe marrëveshjen të cilën e kishte bërë me Gruevskin për të shpëtuar vetë dhe disa individ. E cila marrëveshje ishte përfshim ashtu si çështja e gjuhës shqipe në marrëveshjen e Ohrit. Amnestia dhe marrëveshja e Ohrit përfshite edhe amnestinë e gjithë ushtarëve dhe krerëve të UÇK-s. Tani, për shkak se këto hinë në agenda tjera, për të shpëtuar veten, e sakrifikuan gjuhën shqipe dhe thanë është proces që duhet të realizohet më vonë. Ma e rëndësishme është e çështja e amnestisë, që i bie se këtu po shpalos tani edhe një gjë për herë të parë. Për ta ditë edhe opinioni se këta
nuk kanë hallin e shqiptarve, nuk kanë hallin e gjuhës shqipe, to e kanë pas për pretendim dhe sinim pushtetin dhe për shpëtu vetë-vetën. Jam marrë me zhvillimet nga momentet e themelimit të BDI-s. Kemi qenë në organizim dhe i kemi parapri organizimit të UÇK-s. Në momentin që po themeloj BDI, dhe shtabi po zhvillon të takime me ushtarët, me eprorët e UÇK-s. A dini se gjithë bisedat, Aliu me tajfën e vetë e bënte se kemi problem me rastet e Hagës, dikush mund të shkoje në Hagë. Dhe e gjithë ajo luftë që nisim nën emblemën ushtria çlirimtare kombëtare, që me frazat që i ngërthen emblema, i bie se do bëhet luftë për territora, apo për çlirim, për bashkim, ose për ndarje territorësh. Dhe u reduktua pastaj në luftë për të drejtat e shqiptarve, e cila luftë duhet të sjell në formë të përshpejtuar realizimin e shqiptarve deri në 2004. Përndryshe nuk ka kuptim gjithaj konflikte dhe ajo luftë e 2001-shit. Dhe Aliu del në 2012 thotë se gjua është ka kohë, është procedur, është me ligj, po tani në 2012 e kemi lënë, do ta bëjmë për një kohë tjetër se ne kemi hallin mos shkojmë në Hagë. Momentet që janë potencu se dikush nga ne duhet të shkojnë në Hagë, i ndjeri që ka qenë edhe shoku im, komandanti i batalionit Shaban Zenuni, që u vra në 2010 me Harun Aliun, është çu dhe ati e din kanë qenë shumë dëshmitar. Dhe ju ka thënë taksativisht kështu: o bura, fokusi juju sa e shoh është kush do përfundoj në Hagë, pra friga nga Haga. Ndërsa fokusi jonë është a e krytëm detirën për cilët i mobilizojmë gjithë këta njerëz edhe gjithë të ushtarë. Në rast se e kemi kry detirën, unë do shkojnë e mënd gjithë juve do shkojnë në Hagë edhe atë vullnetarisht. Dhe ati u pa se këto janë qiqarë dhe kanë vetëm hallin dhe frikën pi proceseve të Hagës. Dërsa lufta jonë ishte luftë e pastër, luftë çlirimtare, dhe fokusi duhet të ishte që në 2004 të përmbyllen të gjitha këto çështje që ne akoma po merremi. Tash me 2026, thjesht 22 vite prej kur duhet të ishte e përmbyllur. Çështja e gjuhës, çështja e përfaqësimit, çështja e gjitha gjërave. Prap po them, ndoshta BDI më mirë e menaxhon këtë punë, po e mban gjallë çështjen e gjuhës. A do të ketë zgjidhje dhe kur? Kur i kemi parasysh, domethënë ja po presim në maj. Për cilën më konkretisht? Për cilën çështje? Tash më rind, domethënë po artikuloj shumë konkretisht pyetjen. Do ta presim në maj kur më do të rrumbullaksohet çështja e themelimit përfundimtar të vlenit. Mbas asaj, sa kohë do duhet si vlen që gjuha e shqipe mos të jetë çështje e kontestuar, e përdorimit të gjuhës shqipe. Në këtë rast, edhe te ligji i jurisprudencës, edhe të gjitha aportet e institucioneve shtetërore. Shif, ligji në fakt provimi i jurisprudencës. Edhe këtu, atë që i lexoj edhe koment. Mi po më përgjigj në pyetjen që. Edhe qytetari do me thonë më ordiner u përgjigjet kështu kur ato thonë se gjuha shqipe po cenohet, ose pse nuk jepet provimi i jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Se cila përgjigje është pse se bëhet ju në 22 vite. Thot s'ka pas ligj. Pastaj e sollëm ligjin. Cilën vit e sollë ligjin? 2019. Po përsëri kishe kohë 4 vite për ta implementu ligjin. Pse se bëhet provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe? Tani vim te një moment i ri. Thot tani u shfaq nevoja. Si u shfaq nevoja kur ju jeni në opozitë, u shfaq nevoja sahora e studentëve për të dhënë edhe provimin në gjuhën shqipe? Jo. Dihet, studentët ishin të normal, të motivuar edhe politikisht, po është edhe një drejt që duhet të realizohet dhe ne nuk kemi thënë atine në takime se piku buron iniciativa dhe kush janë në prapavisje. I kemi pas edhe mesazhet. I di edhe disa nga ato protagonistë në cilën ambasadë punojnë, edhe kush i kanë nxit për të dalë. Ke edhe student, nga ato që i kemi pa edhe në paraqitje,
ta mu me kanë si breng, si kaos, dhe kjo drejt nuk duhet ju mohohet. Por, për hir të vërtetës dhe realitetit, në takim me krerët e Vlenit, ne ju kemi thënë se këtë çështje do e zgjidhim. Dhe është absurd, mbasi merr një premtim nga eksponentët që janë qeveri, që ne këtë do e zgjedhim me ligj, edhe vazhdohet përsëri do dalim protest. Atë thomë, do më thonë, ju shumë mirë e tregoni aspektin kronologjik, në aspektin kronologjik, do më thonë, premtimet edhe mos realizimin e këtyre çështjeve nga ana e BDI-s. Tash po them, edhe studentëve është premtuar, edhe studentët i kanë falenderuar Vlenin, sa më kujtohet mua për ato që Vlen ka qenë liderët e Vlenit, që i ka prit, kanë bisedu, kanë treguar gatishmëri për të ndihmuar edhe kështu me radhë. Mirë, po kur mund të pritet që të merren hapet më konkret që të mbyllet si çështje? Domethënë që mos ta mbajmë, ta lëm, e dim, okay, BDI s'e ka bën 24 vjet, sa ishte. Komisionet e punës janë bë nga tudi palët, edhe është duke u punu. Kjo çështje do të rrëmbullaksohet tash, domethënë unë nuk du të përmendi afate konkrete, po në afat, si të them, sa më shpejt se punohet intensivisht, nuk është për të kaluar radhën. Këto çështje i ngrem edhe vetë ne, dhe kemi thënë se ligji për përfaqësim drejt dhe adekuat do të bëhet. Ka kaluar në qeveri, shkojnë komisionin e Venecijës, tani do të kthehet edhe në kuvent dhe po mbyllim një çështje të madhore me ligj, jo me vendime teknike, me vendime qeverie, që këta, çka do që bëjmë ne në vend që ta përshëndesen dhe ta përkrahin, do mundohen të ta devijojnë, nuk është kështu, nuk është ashtu, por ne po bëjmë një punë që se ka bëu BDI. Ashtu si e realizojmë edhe çështjen e medreses, që ato i mashtruan gjithë medresantët dhe besimtarët se kemi vendim, dhe rrezoi gjykata kushtetuese se ish vendim për nevojat marketingut gjatë fushatës elektorale. Edhe çështja e provimit jurisprudencës do të zgjidhet. Edhe shumë çështje tjera që BDI-ja thotë gjysmë zyrtare që duhet të ishin të zgjedhta, pse ne duhet non-stop të marrëm një nga një të zgjedhim. Studentët sa e pash sot ose dje mbrëm bazite kishin çuar një porosi tek ministri Fillkov, ai apo na pret ose ashtu diçka e tillë ishte. Domethënë ato do t'i vazhdojnë protestat për ligjin për jurisprudencën. Me sa e shoh. A do të mund t'i bindni mos dalin? Shif, tani te çështja e studentëve, jo gjithë, se unë i njoh edhe kush çfarë përfaqëson, vetë kam marrë pjesë në për protesta kur s'kam qenë subjekt politik. Për çështjen e ajrit, për çështjen e Jugokromit, për Smilkovcin, për montimet politike, për Alfa, për Almirin e vogël, për gjithë padrejtësitë që janë bërë shqiptarëve. Nuk ka pas, ne nuk i kemi pas studentët që të i prinë një procesi, ose të organizojnë protesta. Po, si do që i tjetë, përsëri thomë, jam të jeti lumtur që studentët po organizohen, pavarësisht që ka dorë politika. Dhe ne po përballemi me ato, nuk vë thomi, po dëshohëm, ka mundësi, pritni, jo. Kemi qenë shumë decit. Këtë çështje ne dhe zgjidhim. Qofse e kini për ta zgjidh këtë çështje, qofse kini agent tjetër politike, ose jeni vegël e një subjekti politik, çka do që të bëjmë ne, edhe mbas zgjidhjes ju do të gjini një alibi tjetër për të kontestu ose për të protestu. Po është e drejta e tine, një nga të mirat e Vlenit është që mbas 22 viteve protestojnë studentët. E di me fise në zgjedhjet në universitet, kur ka kandidu një kandidat që i kam letë në shkrimet në universitetet tona, veç pëse s'ka qeni i BDI-s, edhe ka pas gjasa ta fitoj garën e Unionit Studentëve, e kanë mbyll në podrum, e kanë raft, kanë shku mediumët për ta inqezu, i kanë kap edhe mediumët, edhe s'ka pas protesta studentore. Kur ka ndodh kjo? Gati 10 vite ka kjo punë. Edhe tani, ku janë ato student, ti marrim, ti trajtojmë nëse është ashtu. Po shof, do me Flasim me emra thënë, konkret, ose kush janë ato? po shof një politizim të gjitha çështjeve. Edhe vim të rasti i ligjit për arsim të lartë. E shifni se si zhvillohet ngjarja. Më thënë, ne jemi maksimalisht të angazhuar për të sjellë ligjin më të mirë, për të rritë cilësinë, për të kriju kushte, për të evituar anomalitë, që universitetet tona janë në fund të listës së Shangajt,
Dhe për të ardhur aty ku Nuk duhet, janë hiç, janë në fund se në 1000 universitete që rangon lista e Shangajit nuk janë do të thënë asnjë nuk figurojnë fare. Ka qenë Universiteti Kirilli dhe Metodi, po disa vitet e fundit nuk e di ata E ekzistojnë. tani, do të thënë kemi bërë gjithë këtë përpjekje për të vënë plan të parë interesin e studentëve dhe zhvillimit normal dhe sa më cilësor të arsimit. Kemi folë me gjithë profesorët, rektorët, njerëzit akademik, ekspertët dhe gjithë vërejtjet i kemi të inkorporuar. Dhe pa dje kanë dalë dhe rektorët e kanë mbështet ligjin. Tani del një X lideri, ligji diskriminon shqiptarët, po mirë me çfarë kompetence ti folën kur gjithë stafi, gjithë rektorët e mbështesën dhe gjithë vërejtjet që i kanë pas ose kërkesat, ne i kemi të inkorporuar aty. Apo vu pëlqen ajo që mos jetë fare në listë, të ruajnë nepotizmin, të mbajnë familjarët aty, prej një familje 10 veta të punësuar në universitete dhe të pësojmë ne si shoqëri edhe si arsim kështu për të vazhdu kjo agoni edhe gati të shkojnë në eliminimin ose zhdukjen e universiteteve. Tek ligji për përfaqësimin e drejtë, domethënë u hoq balancuesi, pritet që pas shqyrtimit në Komisionin e Venecias të jetë edhe në kuvend sa më nuk ka hyrë në procedurë parlamentare në këtë. Kur do të kalohet ky ligj dhe si do t'i komentojmë akuzat, përsëri opozita tash atë ka punë, do të gjej kritika dhe besoj është mirë që ka opozitë që ndosh. Bile unë i kisha inkoraju të jem pak edhe më aktiv. Si do ta mbroni dhe a do të garantoni që shqiptarët në vërtet do të jetë përfaqësuar? Do të kemë përfaqësim të denjë në çdo institucion, pushtet qendror, pushtet lokal dhe në gjitha llojet tjera të pushtetit që siç është gjyqësari, por edhe sporti edhe kështu me radhë. Tani ligji për përfaqësim drejt dhe adekuat është unë mendoj një ndër arriturat më të mëdha të Vlenit, që ne po instalojmë një të drejt për mos me u keq përdor përfaqësimi reciprok i shqiptarëve në punësime, në avancime dhe kështu me radhë, dhe ky ligj është kategori kushtetuese, nuk është mekanizëm teknik. Dhe ati parashef edhe zbatueshmërinë duke i pri Zavendës Kryeministri i parë me grupin apo stafat që do të jetë për zbatueshmërinë e këtij ligji që në të kaluarën, do të thonë 2023-shin, qeveria e kaluar dhe vetë BDI-ja shfuqizoi balansuesin pas vendimit të Komisionit për antikorrupsion. Për shkak se aty kishim domethënë ndërhyrje dhe manipulime ku pjesëtarët nacionaliteteve tjera për të realizuar një punësim shkonin dhe ndronin përkatësinë identitare dhe merrnin të drejtën në emër të një komuniteti dhe përqindjes që i takojte. Tani këto anomalima Cilat janë anët më të forta? Me siguri keni analizuar, derisa ka qenë Komisioni e Venecias se keni analizuar seriozisht. Cilat janë anët më të forta që s'kan qenë ndonjëherë? Te balancuesi, për shembull, që nuk ka mund t'i mbrojë balancuesi. Kjo është, domethënë aty ku është ajo, si të them, zënka e manipulimit për të ndruar identitetin. Identiteti nuk do mund të ndrohet. Nuk do mundet. Do shifet identiteti nga regjistrimi, përkatësia etnike edhe shkrimi, do me thënë qëfar gjuhë është, qëfar shkrimi është, që për shembull një i komunitetit tjetër nuk mund të deklarohet si shqiptar për të zonë vendin e shqiptarëve. Se janë mekanizmat të cilët e identifikojnë në bazë të regjistrimit dhe kartave të identitetit që duhet të jetë shqiptari, duhet të jetë me alfabet latin, dërsa ai palës maqedone me qirilicë dhe ai tjetri turku me alfabetin e vet. A mendon se duhet të kemi edhe kjo lindem tash për shkak se kur e trajtojmë një çështje vinë sillen kokë 100 çështje tjera që duhet trajtohem ose po që janë emete e sistemit tonë me dekada. Ha duhet kemi ligj për cilësinë në punësime. Ose një neni si do të garantoj cilësinë në punësime sepse e di punësimet tash nuk folim për këtë periudhë, punësimet partjake, punësimet jo adekuate, emërimet jo adekuate dhe vetëm për bë drejtora për të zënë vende punë janë mëdha. A është kjo një prej temave ose çështjeve që duhet aktualizohen? Ligji për përfaqësim drejt nuk eliminon meritokracinë dhe kualifikimin. Ato duhet të shkojnë paralel dhe nuk është ligji
si të thëmë, njëra për t'ju kundërvot tjetërës. Njëtën kohë, ne duhet të insistojmë në përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por edhe cilësi në kuadrin ose në punësime dhe në avansime. Në rast se këto dhja nuk shkojnë paralel, i bie që ne nuk kemi arrit qëllimit dhe shkojmë vetëm në përfaqësim kuantitativ dhe nuk ngrem nivelin e as të administratës, as të institucioneve dhe kështu me radhë. Janë kompatibil dhe nuk janë në disproporcion njëni me tjetrin. Ka edhe 2-3 çështje tjera që dua ti bisedojmë dhe kam përgatitur një 2 video për ju, mirë po, hajde po i bisedojmë mirë, pastaj do i lëm ato për në fund se do të jenë pak më interesante. Ka shumë akuza dhe rreth asaj se si zhvillohen punimet në korridorin 8, pastaj edhe pjesa e korridorit 8 ku siç po shihet hap probleme UNESCO, trevenisht qaftan. A do t'jenë të realizoshme ashtu siç janë të parashikuara në projekt, po edhe siç ka premtuar edhe Vlem, pse to do të realizohen. Unë po mundohem domethënë të jem sa më eksplicite dhe decid në deklaratat e mia për mos me lënë iluzione nga propaganda që bën BDI. Korridori 8 po punohet intensivisht. Domethënë për 2 vite ne kemi bë 10 herë më shumë realizim të rrugës se sa ato që e kanë bë për 12 vite. Mbi 70 kilometre katror, domethënë janë inauguru. Korridori 8 po punohet intensivisht dhe korridori 8 do të lidh edhe Strugën ose Maqedoninë me Qaftanën me Shqipërinë nëpërmjet Strugës. Tani devijime të trasës të parametrave minimale mund të ketë, po propaganda e BDI-s ju e shihni se ka përfundu. Çdo propagandë, kur dalëm ne demantojmë, dule dhe kryeministri, dule dhe qeveria, tha se korridori 8 do të lidhet me Shqipërinë, edhe më nuk e shef atë propagandë. Po ato e kanë për konsum ditor, po krekosen për çdo ditë me ka një problematik. Nuk respektohet gjuha shqipe në dogan, nuk respektohet gjuha shqipe në filan institucioni në shëndetësi në Gostivar, nuk respektohet gjuha shqipe në parlamentet dhe ne për çdo ditë i kemi demantu. Nuk bëhet korridori 8, nuk do përfundojnë Qaftan, dhe ne kemi dal, i kemi demantu. Korridori 8 do të bëhet, ka një çështje teknike që dasht merret mendim nga UNESCO, ashtu si i kanë lënë krejt punët pa më i bë edhe mendimin e UNESCO-s nuk e kanë përfill, do të merret mendimi, do të gjendet zgjidhja dhe korridori 8 do të vazhdoj të lidh shqiptarët e Maqedonisë me Shqipërinë dhe të vetmit ndoshta që se duan këtë korridor të realizohet është Vučići edhe aleatët e vetë që i ka Vučići në Maqedoni që është BDI-ja. Pjesa Shkup-Blac kanë vetëm 2 kilometrat e fundit si qeveri me siguri, si pjesë e shumicës parlamentare dhe pjesë e qeverisë, keni informacion deri ku janë punime? Përsëri thom me fi, edhe rruga Shkup-Blac do të bëhet, edhe korridori 8 do të realizohet, edhe projektimi i tenderimit Tetov-Prizren do të bëhet, edhe kampusi Nën Terezës do të bëhet, edhe spitali i Tetovës do të bëhet, edhe koridori do të shkojë në Qaftan. Për këtë Tetov Prizren, okej, Kryeministri i Transportit kemi ardha arsye për vonesat Shkup-Blac dhe besoj që edhe ato do të i kalohen shumë shpejt, paktën ashtu dëshirojmë. Tetov Prizren, kishte akuza të ashpra edhe nga përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik, i cili ishte në vendin tuaj i ulur rreth 2 javë më parë, nëse s'gaboj me datën saktë, i cili tha se sidomos juve ju akuzoj se nuk keni as pak njohuri se komuna nuk mund ta financojë një projekt të tillë, por duhet pushteti qendror. Çka ndodh me Prizren? Tetov, sepse nga ana e Tetovës, nga ana e Prizrenit, nga ana e Kosovës e dim që thonë se 80% është gati. Rrugë, anët e punimeve flasim, teret. Ku ka mbetur te ana jon problem? Shif, tash personit në fjalë nuk do do ndërgjojmë një video më konkrete, nuk duhet t'i përgjigjem pasi që ai nuk ka arrit, domethënë 22 vite që ka qenë në krye të BDI-s të asfaltojë edhe rrugën e vet prej Tetovës në fshatin e vet, as bëj shkollën e vet, erdh Vleni, erdh Bilali, ja bëni edhe shkollën, edhe rrugën, edhe mirë, çka ndodh me këto? Do ta komentojmë zotin Bajrami, do ta komentojmë se do ta lëshojmë një video të atij për akuzën ndaj jush sepse mendoj që është korrekte, por çka ndodh me rrugën? Janë di çështje të ndara në të njëjtën kohë që lidhen me të njëjtin projekt. Është çështja e tunelit që ka të bëjë
me projektin që duhet të realizohet në nivel të di qeverive. Dhe trasa që shkon deri te tuneli, që zotriu në fjalë nuk e ka, personalisht ai nuk e ka të qartë, që është e përgatit komuna dhe po nis punimet këto ditë për të realizuar trasën deri te tuneli. Pastaj tuneli është çështje tjetër, është projekt milionësh që do projektim dhe do fonde për realizim. Dhe pjesë e negociatave, ku kom qenë unë ati, vazhdimisht është potencu edhe rrugat e Tofë Prizren. Dhe është projekt strategjik i joni që ne do insistojmë që me çdo kusht të bëhet dhe të realizohet. Para se të shkojmë te dy pyetjet e fundit, dua ta diskutojmë një çështje tjetër. Nga përfaqësuesit e opozitës që kanë qenë këtu, domethënë të ulur në vendin tuaj ka qenë zoti Arben Taravari, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, dhe zotëri Bajram Rexhepi si antari i Këshillit Qendror të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët po ashtu të dy kanë dhënë akuza të ashpra ndaj juve personalisht si përfaqësues i Vlenit. Dua t'i ndërgjojmë një nga një dhe t'i komentojmë një nga një. Dhe pastaj do të vazhdojmë me dy pyetjet e fundit për të munduar ta mbyllim sa më shpejt emisionin. Atëherë shkojmë ta ndëgjojmë deklaratën e parë. Azizi është temë kështu, se di si thujmë popullor, që një njeri që din të luajë në lojra të pista. Dhe Adnan Azizi është duke bërë lojën 20 me gjitit këto, kush e kupton. Se Ilir Demiri edhe Mimoza Musa, moti, prej para 5-6 muaj veç janë lojtar kuklla të Adnan Azizit. Edhe në politik absolutisht ka një kodeks moral, ka vijat kuqe të sjelljes. Për shembull Adnan Azizi aty është i paskrupullt, se praktikisht është duke e bërë lojën më të madhe. Ne mund të thujmë sot konstatojmë se Adnan Azizi është lojtari më i fuqishëm i Vlenit. Unë e kisha zgjedhur atë kryetar. Shifni për korridorin tejet, për shembull. Shifni se çfarë ndodh. Del Adnan Azizi fol për korridorin tejet. Dy lidhje nuk i ka më atë punë. As që një minutë jetës tej nuk e ka humbë që t'i ndihmoj asaj pune. Propagandon pa lidhje, gënjen pa lidhje. Kjo është e tmerrshme, kjo është skandaloze. Këto janë dy deklaratat, shkojmë me të parën. Zoti Taravari përdor një fjalor shumë të rëndë ndaj jush, por nuk do t'i përsëris ato fjalë, jo vetëm për ju, për çdo mysafir tim këtu, kam respekt të veçantë, pavarësisht i cilit blok politik është, dhe po ashtu, mirë po nga ana tjetër thotë se ju duhet jeni lideri i Vlenit. Si i komentojnë deklaratat e zotit Taravari? Do nisëm pi te akuza e fundit e Bajramit, unë e mirë kuptoj... Komentojmë një zotin Bajramin, rregull. E mirë kuptoj Bajrami se ka një frustrim të jashtëzakonshëm mbas asaj humbje katastrofale në Tetov që ishte në garë me 5500 vota diferencë. Ishte një shgënjim dhe një dështim total edhe i atij personal edhe i BDI-s, pas gjitha atyre marrëveshjeve që kishin bërë me gjitha edhe miqtë edhe kundërshtarët politik vetëm për ta mund Bilalin, kishin shit edhe Kërçovën për ta fituar Tetovën, po u dështoi plani edhe e kuptoi. Unë kom qenë kryetari i shtabit, prandaj edhe gjithë akuzat e BDI-s, jo edhe të këtij, ndëgjova edhe akuzat edhe Arber Ademit, që për mendimin tim këto janë vetëm të frustruar dhe kanë mblef, pasi që unë kam qenë shef i shtabit në këtë zgjedhje, ku edhe Arben Taravari pretendonte se me stilin e vetë, zhargonin e vetë, do të fitojmë 2-1, 3-1, po ka shanca edhe 5-1, dhe ne kemi mund AKI-n, e kemi mund të 10-3. BDI-n e kemi lanë me di komuna në përfshatra, dhe ki gjithaj mlefi, pse apostrofohëm, unë është pikrisht e kam qenë shef shtabi. Bile edhe komunën e ditë, që është komuna e Çashkës, e kanë falë ndjenjes së lardheve dijes lartë kombëtare që ka Vleni. Ata kanë ardhur fillimisht te ne, dhe kanë thënë se kemi shans ta fitojmë Çashkën. Në rast se dalëm bashkë, dhe unë ju kam thënë në rast se nxjerrim ne kandidat, BDI-a do të nxjerrë kandidat, kanë thonë po, se ato s'pranojnë, ose i joni tjetë, ju të na përkrahni neve, për ndryshe në rast se nxirrni ju,
do të nxjerrim edhe ne. Dhe unë kom thënë se është interes kombëtar, mos nxirrni ju, po përkundrazi dhe përkrahni kandidatin e BDI-s. Dhe kontribut jashtëzakonshëm ka dhënë Vleni për ta fituar çashkën. Dhe jam krenar. Dhe ajo komunë është e gjithë shqiptarëve atje, pa marrë parasysh se i del zot BDI. Që i bie BDI ka mbet vetëm me një komunë likof shqiptare, prandaj edhe është gjithkim lef akuza kundrejt meje. Po pavarësisht kësaj... Për fjalorin si komentar, në rregull akuzat, edhe dy çështje kam, një për Tani, fjalorin. te puna e fjalorit, unë jam ati edhe në kuvent, për shembull, keni fjalor aq banal të se di pse ka qenë dëshprumbe, kanë hub krejt, e kanë hub pushtetin, po si këto që e përjetojnë rand, kinë se kanë litë në pushtet dhe duhet vdesën në pushtet. Dhënë, fjalorin ofendus që e përdorin eksponentet e BDI-s, jam kuvent unë, edhe tash kur e shoh çfarë hipokrizie Blerim Bexheti denoncon deputetën e Vlendit Sarandën, kur ne e dim se çfarë ofendime i bëjnë ai dhe kolegët e vet prej vendit kur Saranda del të mbaj fjalim. Dhe pastaj kur ua ka kthi Saranda, ai del bën denoncim. Është e turpshme, po ajo vjen nga zarmia e humbjes së pushtetit, tenderave, komoditetit, pasurisë, luksit, sevdasje e kanë bë. Nuk kanë absolutisht asnjë fakt, asnjë argument. Ndërsa sa i takon Taravarit, Arben Taravari kom qenë prej fillimi dhe kom qenë negociatat kur i kemi zhvilluar për unifikimin e Vlenit. Arbeni është pastër një tezgaxhi. Do t'ja ktheni me notën e njëjtë, në fakt. Jam i Nuk e detyruar. dëshiroj. Tani unë i kursej, askan s'kom sulmu, por jam i detyruar mbrohem edhe ti demaskoj. Edhe një ndër arsyet pse më shënjestrojnë mua është se i demaskoj me fakte edhe njënin edhe tjetrin. Arbeni është pastër një pazargji, një tezgaxhi. Ju a dini që edhe një fakt, do me thonë një ekskluzivitet për ju. Momentin kur është dakordu koalicioni i Vlenit me Aleancën për Shqiptarët, Arbeni e dini ku ka qenë në atë moment takim. Ne ishim grupi negociator i ASH-s, ishte në takim me ne ku isha edhe unë ati, ishte edhe kryetari Bilal Kasami, edhe Izeti, edhe 3 përfaqësues të Aleancës. Dhe ata na thonin se Arbeni është duke zhvillu takimin me Ali Ahmetin. Në qoftë se s'na jepni 5 deputet në vend të sigurt, Arbeni thot u shkoj me BDI-n se BDI-ja më jep më shumë. Dhe unë i kom shkruajt në moment edhe Bilalit edhe Izetit. Tani këto zotnit, çfarë kauze paraqesën? Non stop të thanë se e dum ndryshimin, luftojmë për kauz, për të mirën e shqiptarëve, këtu kanë ardhur me shantazh. Dhe unë isha kundër personalisht. Po, ishte përgjigja edhe i Bilalit edhe i Izetit, se interesi jo më madhor të shporët BDI-ja, japëm 5 vende që prishte partneritetin që e kishim si parim gjithë 25 subjektet, vetëm për të realizu një interes më madhor për të çliru shqiptarët nga kapja institucioneve dhe BDI-s. Dhe tani, një person si Arben Taravari, i cilit po më tregojnë tash edhe shokët e vetë, se edhe në atë moment kër e ka bo pazarlëkun, shokëve më të afërt ju thotë se ne do i marrëm 5 deputet nga Vleni, po nuk është pa tjetër, ne pas zgjedhjeve mund të shkojmë koalicion me BDI-n. Dhe është njeriu ma jo parimor që akuzon Vlenin, kinë se është vazal i vëmëros. Ndërsa, pikërisht është ai që ka qenë më servili, më i vardisuri, kur kemi qenë bashkëqeveri, edhe më i lëmuar i Mickovskit. Dhe vëmëroja atë e sol herën e parë në Gostivar në pushtet. Dhe nuk di se ai tipi ka ngrit dhe një çështje kombëtare kur kemi qenë bashkë ose ndonjëherë. E vetmja kërkesë të kryeministri ka qenë, largohë Vlenin të vije BDI-ja në vend Vlenit. Edhe ato ja kanë thonë disa herë, edhe kryeministri edhe në parlament. Po pse më duhesh ti për ta pruv BDI-n? Po, edhe raste tjera korruptive që ja kanë përmend në parlament, që është çështja e Gjoka Construction, është çështja e kanabisit, po nuk hi ati, po flas se nuk mund të mbjollos një njeri që s'ka asnjë parim, është pastër pazargji,
që e ka shit subjektin e vetë, pin PDSH, Zjadin Selën, pastaj shokët tjerë, dhe e reduktoj një ashtë që ishtë një subjekt me perspektiv, e ka reduktu si bisht i BDI-s dhe po i hikin edhe njerëzit në Gostivar, se disa e dini në kohën e fundit. Mos t'japim kretë kohën, asaj thjesht është ati komentojmë ato që akuzoj, ama mirë por një pjesë të gjitha se që në gjumë duha të komentoj. A është me në vërtetat në Azizi ma i fuqishmi në Vlenë? Tash ju thati, më akuzojnë mua sepse isha pjesë e shtabit zgjedhor dhe i fitova zgjedhjet. A e ndjeni vetën që jeni vërtet më i fuqishmi? Të paktën siç ka dëshirë ta shesë Arben Taravari si bindje si kështu. Unë nuk vuj asnjëherë nga egocentrizmi dhe protagonizmi. Jam lojtar i ekipit dhe ndjek edhe sportin. Ekipet e suksesshme janë ato që bëjnë lojë kolektive dhe dështojnë në kompeticion ato që marrën edhe lojtarët më të mirë, po bëjnë lojë individuale. Unë jam i pa kompromis në luftë, kur futëm dhe marrë përgjegjësi, po këtë luftë nuk do kisha mund ta bëj me sukses, pa më qenë në balë të frontit edhe liderët e Vlenit, që ka qenë Bilali, ka qenë Izeti, ka qenë Zeka, ka qenë Arbeni dhe kështu me radhë. Është korrekte lufta brenda Vlenit, gjithmonë duke u referuar dhe i cituar ato akuzat e zotri Bajramit dhe zotri Taravarit. Domethënë, a ka garë mes Izetit, Bilalit, Adnanit, më falë që po ju citoj me emra, po ju profesor, po ashtu siç flitet në opinion. Është mundësia mirë për ta sqaruar opinionin. Shifu nuk shoh ati se ka në suazat normale gjithmonë, unë e thash edhe në një emision tjetër, edhe në shtëpi ka debate edhe ka ndonjëherë edhe mosdakordime. Ka tentim për... Po, që procesi janë bazë të shëndosh, edhe gjithë debati, edhe gjithë dilemat po shoshitën në formën më njerëzore dhe po shkon drejt zgjidhjes, dhe atë që va thash në fillim që jam i thari asaj që të bëjmë ashtu si sigur i zgjidhim problemet, deri në fund, jo 50%, jo talosh përgjithshëm, edhe Vleni të dalë një projekt i kompletum, ashtu si duhet, jo sa përsi e faqe, ajde u bashkun, këto u bon 4 bashk, 4 në 1, po në realitet, do me thënë, nuk e ka atë frimen që pretendojmë ne. Ne jemi të interesum, që ta bëjmë një Vlen të fuqishëm, të konsolidum, të organizum. Shqiptarët në dhanë mbështetje, në dhanë verdiktin, e pam edhe në zgjedhjet komunale, dhe çështjet shqiptare, jo si BDI, 20 vite një hapësën e ka lëviz. Jo, në mandatin tonë të kryen që këto çështje që i paraqita dhe duhet të përfundojnë. Nuk përfundojnë se mund atë dëshirë dhe atë pretendim që e kemi ne mund të mos ta ketë pala tjetër ose të vije ndryshtojnë konstellacionet politike, po më va thëmë me plot përgjithësi. Ati, ku shkelen të drejta dhe cënohen të drejtat e shqiptarëve Vlenin, nuk do jetë dhe nuk do vazhdojnë qeveri. Se dua dhe dy pyetje tjera, po shumë shkurt. Para se të bëj dy pyetjet e fundit, më thonë, dua gjitha këto t'i trajtojmë shumë shkurt se pagës e zgjatëm. Basën në majtë, mund të jetë një Vlen përveç se i themeluar dhe mirë funksional, duke i parasysh gjitha ato që ndodhen drejtash. Po shkurt. Po Vleni do të jetë i bashkuar, pasi që s'ka sende kontestuese, sendet të çështjet madhore janë definuar, kanë mbet edhe disa sendet teknike, Vleni do shkojë unifikum dhe do të jetë shumë më i organizuar dhe shumë më, si thon, më produktiv edhe në qeverisje. A keni pas tentime ose jo ju, po a ka pas tentime që përmes juve ose përmes kryeministrit të ketë antar tjerë qeveria, më thonë, ndoshta nga ndonjëra nga parti tjera opozitare? Për momenti do të tek ju ose tek kryeministri. Kur thon tek ju, jo si Adnan Azizi, po flas si profesor si Vleni. Vazhdimisht ne kemi kontakte. Të jemi sinqert, do të thotë ne komunikojmë edhe me deputet tjerë që ne pretendojmë që do të ardhmen do të jenë pjesë e qeverisë, do të rriten numrat, por jo me subjekte. Unë jam i tharë dhe mbaj idenë dhe insistoj që të funksionojë kjo ide. Jo riciklim të politikanëve të dështuar, sidomos leadershipit që na solli neve në këtë situatë. Po, njerëz pa korruptum, pa kompromitum. Ka çdo subjekt, ata si individ, janë mirë se ardhur ti bashkangjitën Vlenit dhe t'japën kontributin e vet. Flas për pjesë e qeverisë si dikush për partive opozitare, tash aty janë BDI, është krau i zotit Sela, ka edhe parti tjera, është zëri i zotit Rexhepi e kështu me radhë, zëri i popullit si e kishte.
A ka komunikim, a ka pas tentim që të vinë, ose të kërkojnë vetë të njëra Po, tjetrit? ka komunikim. Juve ose kryeministrit? Ka komunikim, po ju thash, do të thotë ne jemi të interesuar që Kush është prej partive opozitare interesuar që të hyjnë në qeveri? nuk duhet tash të apostrofoj me emra se pastaj ato ashtu si dalën e demanton edhe BDI që ndeti deri në 3 natës për të votuar qeverinë, me shpresë se një ditë do kthehen në qeveri edhe tu i rejt antarësinë e vetë se zbat qeveria, u bon bas dimuje do prishet, do kthemi ne, ishin vazhdimisht në takime me vëmëron në dhomën 161 të lut, nxirrni këto, ne kërkojmë më pak ministri, se duam kryetarin e parlamentit, vetëm na merrni në qeveri dhe pastaj dalën i demantoj. Për çat nuk duhet të përmendi emra konkret, pasi që janë të prirur, ti demantojnë. Me individ, po, kemi raporte, edhe gjithmonë do me thonë janë pritjet një situate më të mirë për që bashkangjit Vlenit. Pyetja e fundit, edhe pse ka dhe shumë çështje për të trajtuar, po do t'i lëm për tjetër herë. Kush në rekonstruimin që pritet që ndodh, me siguri brenda muajit maj ose qershor, kush nga ministra shqiptarë nuk duhet të jetë pjesë e qeverisë? Fakt duhet të mos jetë më ministër dhe të zëvendësohet. Unë tash foli për në parim, jo me emra të veçantë. Gjithë ata të cilët se kanë përmbush detyrën, e atini që va kanë dhënë mandatin dhe që kanë pas një obligim dhe një detyrim për t'i realizu aspiratat e shqiptarve të artikulum në përmjet Vlenit, do t'jenë pjesë ndryshimeve. Për shkak se kjo, si të thomë, vetë arsyetëshmëria shqiptarve u ka kushtu. E ke pas shancin, o dash t'jesh në nivel të detyrës, ke qenë do vazhdojsh. A keni bërë analiza, ka dikush për dikush që deri tash që nuk duket aptas që ka pak kënaqësi, për shembull, a keni ndaj vazhdimi. Flas gjithmonë prej ministrave të Vlenit. Tani këtij vlerësimi nuk i nënshtrohen veç ministrat. Se disa jeni të indjek, ne vazhdimisht ka ndryshime edhe në eshalonin e 2, 3 dhe kështu me radhë. Do thotë është një qeverisje më komplekse, nuk ka të bëj veç me ministrat. Ka të bëj me zavencat, me sekretarat, me drejtorat, ato përfliten më shumë që janë më... Po, ministrat e cilët nuk i kanë përmbush pretendimet tona, që i kemi pas, normal që do të ketë rekonstruime dhe do të ketë ndryshim, edhe normal që se cili këtu që nuk ka, do me thonë, ministrat të paprekshëm. Zoti Azizi, më vërtet mund bëjmë edhe shumë tema të trajtojmë, por ta lëm pak për herën tjetër, ndoshta edhe në një format debati me mysafir, ekspertë, analistë dhe edhe kështu me radhë. Falenderoj për kohën, falenderoj që ishit këtu dhe besoj që kishim një bisedë të fryshme dhe shpresoj që kanë mbetur të kënaqur edhe shikuesit tonë. Faleminderit, shumë ishte kënaqësi. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falenderoj që na ndoqët dhe bashkë do të shihemi në podiumin e radhës në orën 24 pikë.